Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, ja ku jam sot sërish me ju, pozitiv, energjik, i lumtur, për të qenë së bashku. Kemi pas një super hall të madh, me këtë do bëj këngën Egli dhe Fifi. Njerë menduam që do bëj këngën vetë, do t'jetë duo, po doli që është treshe, është trio. Kënga do t'jetë një super këngë, do t'jetë një super perl, këtë e keni dëgjuar pak, nuk e vënë dyshimun që Fifi bën gjëra fantastike, unë Fifin e kam shumë zemër, e kam shumë gjanë, ja qoj një zemër, edhe më pëlqen puna që bën Fifi. Por, përflitet shumë për një njeri të tretë. Është një DJ që ka komentuar tek Egli që u keq kuptua. U tha që ka komentuar DJ Gimbo, DJ i Gjestit, jo. Është DJ Gimi, është një DJ tjetër, një djalë i respektuar, një artist i mrekullueshëm që do me thënë bën projekte fantastike. Një djalë që ka ndjekje shumë në Instagramin e tij, është DJ Gimi, personazhi që përflitet se do t'jetë pjesë e këngës së Eglit edhe të Fifit. Tani në cilën formë do t'hy DJ Gimi? Do t'hy me motive popullore, do t'hy me motive të tjera, këtë gjë nuk e dim. Në me thënë, po nga që kënga ka, si që komentova të pjesa tjetër që është me tipin e veshjes, në me thënë ka nuanca popullore, ndoshta DJ Gimi ja futë në i tropoj që aty, bëhet nami. Nuk e dim ne se cilën pjesë ka DJ Gimi, sepse Fifi nuk ka zbuluar shumë nga kënga dhe ka të drejtë. Tani do e lërë surprizën. Por, që do t'jetë pjesë e klipit, është shumë e përfolur. Nga informacione që kam unë, thuhet që është e vërtet se do t'jetë DJ Gimi, por edhe njerëzit afër të çiftit, Fifit, Eglit, nuk i japin shumë informacione të detajuara, sepse dëshirojnë gjëra që t'i lënë kështu në pikpyetje. Sidoqoftë, DJ Gimi është superior, është një super artist i mirë, është një djalë me shumë vlera, nga që unë kam arritur ta njoh si DJ, nga që kam ndjekur punën e tij, por gjithashtu dhe Fifi dhe Egli janë një dyshe fantastike, dy shoqë që na kënaqën. Ne do ta presim këngën me shumë dashuri, do ta shohim këngën shuj me gjithçka. Ndoshta Egli dhe Fifi e kanë vënë për mua, më thonë ti shujmë ose na ke lënë. Bëj shaka, gjithsesi. Është një këngë që do pritet me shumë kënaqësi dhe mendoj që do të jetë një super hit i radhës që nuk e vjen në diskutim.